është një gatim shumë i mirë, shumë i shishëm dhe për këto virozat që të lejnë dhe pa shije, të lejnë edhe pa oreks, është shumë e përshtatshme. Të dashur ndjekës, dhe kam le një pullën e kam da me 2 vakte, nuk po ju them që do bëj pull të modhe se 2 veta jam, edhe unë do ta bëj si tip frikaseje ose si tip kremi. E kam zi pullën, në fillim e zi me val të shpejt, i hudh krypën, i heq atë ciprojin, i them unë, ose shkumën, 15 minuta me shumë, pastaj e ull fare, një orë pa i qare, ajo bëhet, jo të tretet fare, se do e punosh, e aca lokma, po them që e kam da pjesën e gjoksit veçantë për qunat sot, që ta hanë me patate në furrë, tash ti morë dhe e largoj, lëngu, është i ngrohtë aq sa duhet, do hudhojmë, sa për erë, me ndryshu shijen e vojt. Ja. Se unë e haj vetë këtë, nasi ngrohet mirë ynyra, tu e ka mill, të sit e maj kastile, gjithmonë ynyra duhet jetë ende, ja, një luk, 2 luk do t'i hudh, edhe po të bëhet e hollë, dhe e shton pak me një seshte, sipër, kur e rreth të verdhën e vezës, ashtu e lej jo të mori ngjyrë, se kjo nuk duhet mori ngjyrë, po sa të piqet pak, të maj aromën, shtëpia, jo ngjyra, vetëm aroma, ashtu do ta largoj, se erën e kam tamam siç duhet, dhe e largoj e vej pak tur, që mos më djegi mbulesën, e ullë më shumë, një filxhan të vogël, po t'jeti vogël, aq më mirë, po unë po e bëj direkt nga frigoriferi, edhe do t'a hudh në masën, që e lejmë 2-3 minuta i jashtë vatrës. Gjithmonë duhet të bjerë ndërcia, ja, si u bë krem, ashtu do t'i hedh edhe një lugë me që mos mbohet kokër. Ashtu e përzi me një rafse, me një shpatull të druni, çfarë t'ju bli për marë, po jo me lugë, sa ajo ngelet vene dhe bëhet topa. Do t'a shoh pak për krypën, se e kam merak gjithmonë. Jo të teprume, po aq sa e pranon shija e gojës, do dhe shumë pak, se me rejt. Ashtu e bëjmë, e ngrej dhe pak në ndërtësim, pak piper të zi, jo ta teprosh. Ashtu e ullim ndërtësim fare, e lejmë ca minuta të trashet pak. Ashti masës, unë do t'i shtoj dhe pak një seshte, ja, një luk, një seshte, se bëhet shumë e shishme dhe trashe dhe i qik më shumë. Do e largoj pak për momentin, edhe do t'i shtrujt limoni. Me një seshte, me të verdhën e vezës, një të verdhë vezë dhe lëngun e limoni. Ashtu e vej me i cep në temperaturë shumë të ullët. Shumë e ullët, duhet jetë temperatura në këto momente. Ja ngrirëse nga kjo ana e imët. Do i bëjmë pak cik limoni, po t'i heq edhe aromën e vezës, edhe po t'i dhëm një shije limoni. Sa të mori val kjo, val shumë të leta, jo ta lejmë shumë. Unë do pregatis me miell, do bëj pak qullin, rreth 2 luk, me miell, pak kryp, për të morë shije, dhe pak ujë tash. Ja dhe kremi, e pullës, tash e largoj, do t'i hudh pak vojë,
shumë pak lyn, një moj piruni. Ju thash, lyni është mbas dëshirës, e boni si të doni ynnyrën. Edhe ju shumë punë e madhe, ca pjesë, po pak miell. Janë sa për t'i pudros pak. Nisi dhe qulli dum pak të miell, të thatë. E fus. Ashtu jo s'kuqen edhe lokma, do thoni u pak lokma, unë kaq më intereson, mjafto që ju tregoj mënyrën e gatimit, që del një ushqim special, të shijoj me pak lek, punoj për njerëzit që nuk kanë, dhe nuk më bëhet vonë, mos e thot njeri kjo dhurata që delen vije, pak lokma buni, po që unë punoj pak e sak edhe më dalin shumë të mira. Tashti për mo gatimi ka morë shumë, në kohën që fikë vatrën, unë do t'a hudh kremin në një tavë, gjysmë tufe me majdanoz, majdanozin e hudh kështu të skuq në fund, se nuk ma durojnë quna, thot vjen e rabes, edhe unë ka mënyrën time, që pak përshije, edhe për ngjyrë, gjithmonë e hes në ngjyrën e mpej, që të maj edhe vlerën, edhe ngjyrën. Edhe e largoj dhe e hudh kështu, pa ynnyrë, duke e tërheq ngjyrën.